nuk ka mosh kur mbrojtja e të vërtetës. Njeriu i qytetruar, njeriu i civilizuar, të vërtetën do ta mbrojë gjerë orën e fundit të jetës tij. Ky duhet të jetë raporti i tij me të vërtetën, pavarësisht nga çmimi që paguar. Imagjinoti nëse s'do bëheshin këto konferenca të përditshme. Do të lexoje poezitë e këtyre llum intelektualëve, duke hyjnizuar mandatin e 4 të Edi Ramës, të këtyre pseudo-intelektualëve. Se për ata këta nuk janë qenje njerëzore. Këta që thasin nuk kanë pse të votojnë. Këta në qenje inferiore. Është një situatë komplekse, por kësaj here e përshkruar. Nuk po qënoj kotun kundër, sepse është raporti i komunitetit ndërkombëtar që i kushton 5 faqe fushates dizinformuese të mediave. Kontrolli qeveritar të mediave. Dhe unë çdo ditë do të mbroj të vërtetat, sepse ky është interesi më i mirë i shqiptarëve. E fundit, Zoti Berisha, do ju çojë misioni juaj për të vërtetat e zgjedhjeve kandidat për kryeministër në vitin 2029, Partisë Demokratike? E vërteta është që nuk po bëj gjë tjetër, veç se të jenë shqiptarë që me votën e tyre të lirë të përcaktojnë kryeministët e tyre të ardhshëm. Kjo është betejë ime. Do jeni ju? Kjo është betejë ime. Kjo është një betejë, kjo është misioni im. Ky është misioni im.